Djem pyti Burimi, Paculli tha Allah hile njeri, a është që kjo çka po ndodh në botë fillimi i luftës tretë botnore. Në fakt, nuk është kjo pyetje që po e bën veç Burimi, po e bojnë pitana onëve njerëz. Sepse nuk është gjë e lehtë me thonë kur ka fillu lufta e parë botnore. Çka është të ndodhur në lindjet mesme, edhe në lindjet e Evropës, ndoshta edhe matutje nuk mundet me u quajt teknikisht lufta e tretë botnore. Mirë, po definitivisht nuk munden me u quajt as veç lufta rajonale. Bie fjala. Në luftën e Amerikës dhe Izraelit me Iranin, janë të përfshime në një formë ose në një tjetër edhe 20 shtete tjera. Irani i ka sulmu mbi 10 shtete xhirit persik. Britania, Franca, Australia janë të përfshime të i ndihmu aleatët e vet në këtë krizë, me armë. Greqia, Turqia gjithashtu i kanë lëviz pajisjet ushtarake për shkak që janë të acaruar me zhvillimet në Çipër. Kurse bllokimi i naftës në ngryqjen e Hormuzit e ka rrit çmimin e këtij produkti në gjithë botën, duke e destabilizuar ekonominë kudo. Kjo mas shumti e ka godit Kinën, e cila i merr për Iranit mbi 40% nevojave të naftës. Pra, përveç rreth 20 shteteve të përfshime direkt në këtë konflikt, të përfshime në mënyrë indirekte janë edhe 3 superfuqitë. Kish më konë gjuna i madh me Iran qaf një popullit vogël edhe i pa civilizum sikur ky joni edhe me i thonë çka je ka bën ti në këtë luftë botnore. Historia na ka mësuar që na shqiptarët kur ka lëvizje globale, tektonike, masive, e shtina kryt në birë edhe bojna kishis po shohum çka po Bovakia. Kombe të vogla e deri dikun të pa civilizume sikur ky joni fatkeqësit u trokasin der jo gjatë luftrave botnore, në mes luftave botnore. Derisa rusët, gjermanët, franqezët, anglezët, polakët, austro-hungarezët, japonezët, amerikanët, çebesa serbët, janë coptu me njëri tjetrin në 2 luftrat e mëdha botnore, 10 miliona janë vrarë, qindra janë plagos, dome masive, na kryesisht kena bo se hire. Në zhargonin popullor në Kosovë, luftës dytë botnore, ma shumë i janë referu si 3 vjetë Shqipni, kurse luftës parë botnore i janë referu si koha Bullgarit, që kaca i përket relevancës që kanë pas për ne këto 2 makrongjarje globale. Për ne, lufta vërtet botnore, për ne shqiptarët, e para ka fillu në vitin 1918, kur trojet shqiptare janë bo pike 5, edhe në vitin 1945, kur kanë fillu masakrat e mëdha ndaj nesh prej forcave çetnike edhe partizane. Na kanë zonë gafil, nuk e kena ditë çka o ka bëhet. Normalisht, në të 2 këto lufta botnore, Serbia është rreshtu me fitust. Na nuk e kena ditë as kush me kanë po lufton, e as pse po luftojnë. Kur po tham na, nuk po tham tek tuk dikush se ka ditë. Masa nuk e ka ditë. Çka po du me thonë është kjo. Kur je këmb i vogël, edhe i pa civilizum, vazhdimisht e ki një far talenti me lëviz në kundër kohë me zhvillimet. Të mungon edhe intuita, të mungon edhe perceptimi i realitetit për me rreshtu në kohë reale. Për shembull, derisa në vitin 1914, Rusia, Austro-Hungaria, Bullgaria, Gjermania, Franca, Anglia, Serbia, janë konë ka himrehin thikat, na shqiptarët janë preokupu me temen, a është princ vidi, i bom synet, a nuk është. Derisa Perandoria Osmane është konë të i dhonë shpirt, Haxhi Çamili me bashibuzuk të vetë, është konë të i lyp babën mret që atje ka shijaku dikun. Pra, në përtroje shqiptare, kanë hyje kanë dalë bulgare, serbe, dreqe i biri. Amo shqiptarët i kanë pas do gojle, do derte specifike të pandërlidhuna me zhvillimet globale. Për ma tepër, muni me lexu vitin e mrapsht Kadares, ose muni me lexu kujtimet e Eçrem Bej Vlorës. Kallëzojnë bukur mirë çka i na konë të i bona në qatë ku. Në vitin 2026, ka mundësi që kena ble tesha më të mira, kena kere, kena rrym, kena parfuma më të shtrajt, amo men nuk kena mush. Derisa numri i shtetëve që po përfshihen në luftën lindjet mesme, edhe në luftën lindjet Evropës, veç po vjen e po rritët,
krejnë të shtetit tonë, në Kosovë, i kanë shtin brinat me njëri tjetrin, se cilin e ka mashtru, cilin e ka trahtu, edhe veç po ja turrin militantat në rrjetet sociale. Kështu që në kulmin e dramës botnore, në vend që me punu bashk, e me pas një politik nacionale, jena të ju sill pak a shumë qyshin asil në vitin 1913, veç me internet tash. Asnjë institucion nuk ka legitimitet politik në Kosovë, kurse ma shumë urrehemi me njëri tjetrin, sesa potencialisht urrehemi me armiqt që munden me u fut në territorin e Kosovës. Kështu që burim, nuk e di me siguri me të thonë a jena për momentin mrena luftës botnore. Po doket që është. E posaçërisht, kur po e sheh qysh po sillen shqiptarët, edhe kur po të bjen nërmen qysh janë sill shqiptarët. Përndryshe burim, lufta e parë botnore, fillimisht nuk është quajt luftë e parë botnore, është quajt The Great War. Tek masi që është kry kjo luftë, ka funi i viteve 20-ta, besa edhe funi i viteve 30-ta kanë fillu me ju referu si lufta e parë botnore. Për luftën e dytë botnore, mediat ju kanë pak më të shpejta. Ju kanë referu si luftë botnore e dyta në momentin kur Franca, Britania i kanë shpall luftë Gjermanisë, masi që kjo ka hyrë në Poloni. Mediat e asoj kohe kanë thonë filloi lufta e dytë botnore. Ndonë se Amerika e ka quajt pak ma vonë si luftë e dytë botnore. E ka quajt masi që është kry Trumani, nëse s'gaboj, presidenti Truman e ka bo akt zyrtar me quajt lufta e dytë botnore. Pra, teknikisht, nuk mujna me thonë që jena në luftën e tretë botnore, mirë për nëse futen direkt në luftë me njëna tjetrën, Amerika me Kinën, ose Amerika me Rusin, atëherë, dikush prej historianëve ka me thonë, lufta e tretë botnore ka fillu në vitin 2014, pro jo në momentin kur sulmohen këto dy superfuqit me njëna tjetrën, po ka me thonë, unë po supozoj që lufta e tretë botnore ka fillu në vitin 2014, kur ushtarët rusë kanë hyrë dhe kanë pushtu një pjesë të Ukrainës, duke instigu, duke shkaktu pastaj një lëvizje zinxhirore të konflikteve në rajone dhe kontinentet ndryshme. Më lejoni mi falenderu për një men, edhe ju falenderoni, ju që e këqyrni shto video, sponsorat e mi, Riga Farm, që është fut prej fillimit, është kompania ma madhe farmaceutike në vendin tonë, kafe Pavin, kafja jeme e preferume, Jys Kosova, Buzhala Estate, edhe Holiday Inn, e cila është rezort turistik në Shëngjin, mundi me ble banesa nëse keni pare, kuptohet, edhe mundi më shku me pushu atje, vera tashmo, po thuj se ka ardhë.